Deputetja e Frontit Evropian Arbana Pasholli përmes një preskonference gjatë ditës së sotme ka theksuar se kjo qeveri jo legjitime, po tenton të shkatrojë marrëveshjen e Ohrit përmes propozim ligji që shuan inspektoriatin për zbatimin e gjuhës shqipe. Fronti Evropian me indinjat të thellë dhe vendosmëri të palëkundur reagon ndaj përpjekjeve të shumicës aktuale parlamentare, përfshirë këtu edhe të ashtu quajturit përfaqësues të LEN. Tashmë në mënyrë të hapur dhe krejtësisht të zhveshur nga çdo legjitimitet politik shqiptar për të miratuar një propozim ligj thellësisht të dëmshëm që rënon themelet institucionale të Inspektoratit për përdorimin e gjuhëve, duke i hequr statusin e personit juridik dhe duke zvogluar në një zyrë të thjeshtë brenda Ministrisë së Drejtësisë. Kjo përpjekje e koordinuar dhe e qëllimshme politike është më shumë se një ndërhyrje teknike. Ajo përfaqëson një sulm frontal ndaj rendit kushtetues multietnik të vendit dhe një përpjekje për të zhbërë me metoda administrative frymën dhe mekanizmat e marrëveshjes së Ohrit, marrëveshje e cila është pjesë e pandashme e Kushtetutës së Republikës së Maqedonisë së Veriut, të synosh dobësimin apo asgjësimin e një institucioni që garanton barazinë gjuhësore dhe mbrojtjen e gjuhës shqipe si gjuhë zyrtare dhe përdorimit të saj, do thotë të vësh në pikpyetje vetë marrëveshjen që i dha fund konfliktit etnik dhe që mundsoi bashkëjetesën në këtë shtet. Ky është një akt politik i papërgjegjshëm që rrezikon të hapë plagë të mbyllura të bashkëjetesës dhe i cili minon besimin e shqiptarëve në shtetin dhe institucionet e tij. Përpjekja për ta kthyer inspektoratin në një njësi të kontrolluar nga ministria i heq çdo autonomi funksionale dhe juridike këtij institucioni dhe është në thelb një përpjekje për ta paralizuar atë, pikërisht në një periudhë ku mos respektimi i gjuhës shqipe është bërë më flagrant se kur më parë nga institucione shtetërore në drejtimin e kësaj qeverie jo legjitime. Fronti Evropian e konsideron këtë propozim ligj si një akt të rënd antikushtetues që shkel marrëveshjen e Ohrit dhe ligjin për gjuhët, sulm institucional ndaj barazisë gjuhësore, një ndër shtyllat e rendit demokratik dhe multietnik të shtetit, veprim të papërgjegjshëm politik që rrezikon përkeqësimin e marrëdhënieve ndëretnike dhe hapjen e një precedenti të rrezikshëm majorizimi etnik, si edhe një tradhti politike nga përfaqësuesit jo legjitim shqiptar në pushtet, të cilët po shërbejnë si vegla për implementimin e një agjende që synon të ulë fuqinë institucionale të gjuhës shqipe, por dhe shqiptarëve në përgjithësi. Kjo mazhorancë dhe këta përfaqësues shqiptar të sjellë në pushtet pa votën dhe legitimitetin e shqiptarëve, po shkelin çdo parim të përfaqësimit dhe barazisë. Të thuash po për këtë ligj, do thotë të thuash jo për dinjitetin, për barazin dhe për të drejtat kolektive. Prandaj Fronti Evropian kërkon me vendosmëri tërheqjen e menjëhershme të këtij propozim ligji nga procedura parlamentare, fillimin e një dialogu të thelluar ndërpartiak dhe ndëretnik ku palët të dakordohen për forcimin dhe jo dobësimin e inspektoratit për përdorimin e gjuhëve, zbatimin e plot të ligjit për gjuhët dhe respektimin e marrëveshjes së Ohrit si akt themeltar i bashkëjetesës dhe drejtësisë ndërmjet komuniteteve. Ne, Fronti Evropian, nuk do të heshtim përballë kësaj përpjekje për të zhvlerësuar punën, përpjekjen dhe sakrificën kolektive për barazi të shqiptarëve në vend. Inspektorati për përdorimin e gjuhëve nuk është thjesht një institucion administrativ, ai është simbol i dinjitetit, identitetit dhe i të drejtave të barabarta. Ai është mburoja ligjore e gjuhës shqipe, si gjuhë e dytë zyrtare dhe çdo tentativë për ta zhbërë këtë mbrojtje është një hap drejt përjashtimit, diskriminimit dhe përshkallëzimit të tensioneve. Fronti Evropian do të përdorë të gjitha mjetet parlamentare, politike dhe institucionale
për të ndaluar këta akt të rrezikshëm dhe për të garantuar që zëri dhe të drejtat e shqiptarëve të mos cënohen më kurrë. Jemi krah qytetarëve, jemi krah barazisë dhe jemi krah të drejtës.